Qyre, do më thonë, une nuk jam, do më thonë, përfasu se një partije politike vogël, unë jam vërtet pa shpinën e furt. Do më thonë, na nuk jemi shtetë cili mu me mbrojt mu ose najsen. Edhe kur kanë fillu, qyre, kur kanë fillu me shikanu në për media, unë e thira disa përfasu si... Për që të shadin, me folj, qyre, kjerën e parë, nuk kam lindë në Novi Sad, jam lindë në Prizren, shumë dezinformacione, edhe herën e parë në histori unë e kam dje jo sigurt në Kosovë. Sepse unë e djalin kam në shkollë cili është të shkon në gjuha Shqipe, edhe djali është në klasën e 11. Ata fëmit janë të ledzu këto, edhe janë TikTok edhe kretë. Djali kur ka shkon në shkollë, ka folë me disa shok ta e din atje, edhe ka ardhë shpi edhe ka thonë nuna që shtu, unë e kam pas frikë me gjallin me lëshu në shkollë, sepse nuk kam di që ka mu me ndollë. Do më thonë, herën e parë, në Kosova cili është multietnik, cili është shumë shok me boshnjakve, une kam dje jo sigurt. Jenë dje e pa sigurt me që fëmi në shkollë? Fëmi në shkollë, edhe nuk kam lëshu disa dit gjallin në shkollë. Masa ne kam thirë kujdestare e djallit veç me kujdes pak. Paramendo ti tash, një boshnjak tash në Kosovë, kur është të ledzu krejt këto ermal, a mundeni ju me besu qëfar është djenje e një boshnjak? Sot na jemi të lup një komuna, s'po japish okej, do me thënë, jetë të shkel kushtetutën, sepse une në bazë e kushtetutën, edhe në bazë e ligjit jam të jonë në sytë e bukur ose najsen. Që tash kemi, do me thënë, në bazë e kushtetutës na kemi, për shambull, që një shambull, kemi arsimi falas, si të gjithë. Na nuk kemi arsimi e falas. Por asë një deputet s'ka drejt me folë për këto. Pse? Sepse shteti është të japë ka 50 euro se cili prinderit, ata në të blenë në gjuha Shqipe, ti mund është me ble libra me 50 euro. Po për shkak na jemi ma pak, edhe tirajë është ma e vogël, librat janë ma shtrend. Edhe na nuk mundemi me ble për 50 euro libra. Se cili prinder është të shtu edhe 50-60 për me ble. Edhe tash nëse sot është komuna, nesër është do më thonë edukimi, mas nesër është najsen tjetër, edhe shka po doni më bo? Se keni frikë prej boshnjakve në Kosovë. Qau puna, nuk kuptova unë e vetë vendose edhe sot nuk kuptova. Se keni frikë? Nuk ka frikë prej boshnjakve, ka frikë prej boshnjakve që të një. Po shkau puna, Besë pak që tim. Veç kështu, Kosova nuk ka frikë prej boshnjakve. Jo. Kosova ka frikë prej boshnjakve që të një. Ashtë një kurte ma sakseshtë. Qërem. Po, vëllëzim se s'ta komunizonin alo. Ta shonë më ndaj që Se edhe në 10 minutat e fundit tjena. një qështje... Ma këni zonë, për të kalëzajnë. Ajtë mërë ti bolje. Më ndaj që një qështje që për ngritë zonja Valja është jashtëzakonisht e rëndësishme edhe për te juve. Sepse, tash gjdo gjë ka përfundu në përshtatshmërinë politike. Pra, ata kanë me vetëvendosja ju sulmon juve për shkak që keni përzjedh me qëndru me opozitën, dërshkat disa të tjerë kanë me sulmu zonjën Emilia Regjepi sepse ka përzjedh me qëndru me shumicën. Problemi, veç pak, ose është për barazim, as nuk është për... Jo, se s'po barazoj, unë shka po thamë? Shka po thamë është që rëzikon këtë debat politik me përfundu të luft ndaj komunitetëve. Edhe me rëziku, me kriju një faru rejtje ndaj komuniteteve në atë që ju e kriju që mund të ketë edhe një frikë pastaj për sigurim. Po, qyra, a unë e shka me ndojë. Shkovesh me Bosnjak, kjo problemi këtu është, që partit kryesore shqiptare, që përbëjnë. Në vetëvendosja dhe ne shqiptarëve në sulmanë. Partit kryesore shqiptare që i kam 100 deputet. Edhe nuk arrinë, nuk dojnë të mirën vesh për një shumicë parlamentare, kanë përfundu të i sulmu grupet më të dopta etnike dhe politike.